Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të mesditës dhe flasim për çështje të tjera. Rikonfirmimi i presidentit të Ukrainës në Beograd për mosnjohjen e Kosovës ka hapur një debat të gjerë publik që shkaktoi edhe heqjen e flamurit të Ukrainës nga godina ikonike e kryeqytetit, ndërkohë që edhe në Shqipëri u bën protesta pikërisht para ambasadës së Ukrainës pikërisht për shkak të kësaj deklarate, po ashtu kanë reaguar edhe deputet ukrainas që kanë kundërshtuar këtë deklaratë të Zelenskit. Ndërkohë ka qenë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka bërë një deklaratë dhe tha se do të ndryshojnë rrjedhjen e Ibrit në mënyrë që të shtërrin Ujmanin dhe pikërisht për këtë, me këtë realisht do të nisim sepse gjatë ditës së sotme janë parë grafite kërcënuese për Kosovën dhe të cilat u thanë se ishin vendosur pikërisht në ditën kur Aleksandar Vučić kishte bërë këto deklarata. Mundet që realisht Serbia të bëj një ndryshim të tillë dhe apritet që një ndryshim i tillë të shkaktoj tensione. Për këtë do të flasim në këtë pjesë të dytë. Të ftuar kam ish-kolonelin Refki Morina. Zotri Morina, mirëserdhje. Mirëserdhje. Me ne në studio po ashtu është edhe Gurakuq Kuqi nga Oktopos. Gurakuq, mirëserdhje. E në një lidhje të drejt për drejt kemi edhe avokatin Valdet Hoxha. Zotri Hoxha, përshëndetje. Zotri Morina, po e nis me ju, si ke pa realisht këtë deklaratën e Vučićit dhe sa rrezikshme realisht është një deklaratë e tillë? Sepse sot kemi parë grafite kërcënuese për Kosovën. Po ne mendoj se deklarata e Vučićit daton vetaj veç e ka cek në konferencë për gazetarë. Sipas tij do të thotë këto biseda në lidhje me Ujmanin edhe me lumin Ibër janë qysh nga viti 1985 sipas tij. Do thotë janë kohës Çobrollowicit edhe sistemit të tillë, të regjimit të tillë të cilët kanë pasur qëllim zhdukjen e popullatës tonë, shqiptarë në tërësi, edhe tash ato deklaratat e tilla pe të 85-s ai veç në një aspekt po e nxit si luftë hibride ose psikologjike ndaj popullatës tonë, ndaj shtetit tonë, ndaj institucioneve tona e tjera. Unë e shoh të rrezikshëm, por jo të krijohet panik në lidhje me këtë, por institucionet tona duhet të punojnë në drejtim të verifikimit, të hetimeve dhe të analizës së tërësishme të këtyre deklaratave dhe të analizohet në tërësi. Edhe pse kemi të bëjmë me një aset kombëtar, si liçeni ose ujtë Ujmanit, liçeni Ujmanit, i cili në një mënyrë gati gjysmën e Kosovës e furnizon me ujë, pastaj rrymen e tjera, do thotë kemi të bëjmë me një aset kombëtar i cili mbrohet me ligje kombëtare, por një formë e tillë e shfrytëzimit të liçenit, sidomos në kufit mes shteteve, rregullohet edhe me konventa edhe marrëveshje ndërkombëtare. Kështu që nuk është lehtë të ndryshohet rrjedha e tërësishme, për arsye se kjo rregullativë rregullohet edhe në aspektin ndërkombëtar, me ligje ndërkombëtare. Shfrytëzimi i ujit në vendet ku kalon mes dy shteteve rregullohet me rregullativë ndërkombëtare, po edhe kombëtare. Dhe varësisht nga kjo duhet kemi kujdes, mos ta shfrytëzojmë këtë deklaratë e tij për aspektin politik, për arsye se ai si qëllim kryesor ka që të nxit një urrëtie, të nxit një formë të tillë të luftës psikologjike, një panik të qytetarët e tjera, por unë mendoj se nuk duhet krijohet një panik, por duhet përcillet deklaratat e tilla vazhdimisht nga institucionet tona, edhe të verifikohen, të analizohen së bashku me faktorin ndërkombëtar, në tërësi do thotë të merren vendime ose qëndrime të caktuara. Do thotë këto deklaratat e tilla nuk duhet shfrytëzohen as në aspektin politik, për arsye se ai si qëllim kryesor ka destabilizimin e vendit tonë përmes formave të tilla të aseteve kryesore si Ujmanit, pastaj kemi pas rastin 2024 i Berlipensit, sulmi ndaj Berlipensit, pastaj Banskës e tjera. Këto janë ato format hibride të cilat Vučići me politikën e tij mundohet në mënyra të ndryshme të destabilizojë pjesën veriore, po në tërësi veproj kundër suverenitetit të tërësisë territoriale të vendit tonë. Gurakuq, realisht si duhet parë kjo deklaratë? Ka elementet të asaj se edhe realisht mund të ndodhë, apo është se në opinion publik është krijuar edhe ideja se po thuhen deklaratat të tilla për konsum të brendshëm të politik atje në Serbi? Kjo është konfirmim i deklaratës së Snežana Paunovićit për spastrimin etnik të Kosovës, vetëm që e thënë në një formë tjetër, me strategjike dhe diplomatike. Si e tillë, kjo deklarate përmend zotriu
që ekzistojnë domethënë projektet e tilla që moti, këtë e ka përmend edhe më njëherë pas sulmit terrorist në Iberlepens në vitin 2024 dhe ne e dim që ai sulmi ka qenë pikërisht qëllimi i një që Kosova të futet në një kaos energjetik dhe kaos i cili ka të bëjë me ujin e pishëm dhe në forma të ndryshme kaotike të cilat do të prodhoshin nga lufta hibride dhe si i tillë është duke u vazhduar. Paçka ata janë në një fushat zgjedhore, por nuk është e pamundur që të shfrytëzojnë edhe mundësitë të cilat ju japen nga moskoherenca e brendshme dhe moskoherenca ndërkombëtare, e cila po prodhon edhe çështje të ndryshme nevralgjike dhe preket edhe në këto pika, ndërsa kur tani fokusit në Serbi ka arritur që ta merr një çështje të tjetër për shkak të problemeve të tyre edhe të brendshme edhe të jashtme, atëherë ata mund të shfrytëzojnë pika të tilla dhe të përdoren edhe për konsumin e brendshëm, por edhe për kërcënimin duke marrur një formë se ne jemi ata të cilët e marrim stabilitetin e Ballkanit, por jemi edhe kërcënuesit e kryesorë të Ballkanit dhe kështu të përfitojnë nga kjo çështje. Duhet ta kemi parasysh që nuk duhet ta marr rolin e ekspertit në këtë pjesë, por Ibri, shumicën e ujit e merr do të thotë nga brenda Kosovës, jo nga jashtë Kosovës, dhe dalja e saj ka një varësi shumë të madhe nga zona e Kraljevës dhe pjesë të tjera për vetë Serbia e saj. Pra, çdo veprim që mund ta marrë Serbia ndaj këtij lumi, edhe Kosova mund ta marrë në të njëjtën formë, gjë që mund të bëhet një problem strategjik. Por nuk besoj që do të shkojë kaq thellë për shkak se është çështje e konventave ndërkombëtare që u përmend dhe këto çështje mund të sillin edhe eskalim të luftave, siç ka edhe raste të ndryshme globale. Dhe ndoshta në këtë pikë na sqaron edhe avokati më shumë. Po shiko, po flasim për nxënësin e zellshëm të Slobodan Miloševićit, pra Vučićin, dhe këto deklarata përveç që nuk do duhet na befasonin, natyrisht duhet trajtuar me seriozitet në kuptim të adresimit të këtyre deklaratave të kësaj mendësie shoveniste tek partnerët ndërkombëtar. Pra, sepse në praktik jo nuk mund të ndodhë asnjë, sepse e thanë parafal si do është fakt që rrjedha e ujrave nuk mund të ndryshohet sipas vullnetit shteteve, ka konventa ndërkombëtare që rregullojnë këtë çështje dhe Vučićit as nuk ka mundësi që t'i shkojë në mendje as në ëndër materializimi i kësaj ideje të çmendur, por duke qenë si furnizuesi i birrave të Sheshelit të tjerëve të cilët kanë kryer krime në Kosovë, gjithandej në rajonin e Ballkanit, ai e vazhdon teorinë, doktrinën zyrtare për ndarjen e Kosovës, për tensionimin e Kosovës dhe momenti kur po e përdor këtë deklaratë asocion me përgatitjet për zgjedhjet e përgjithshme presidenciale në Serbi, e që kur i lëkundet mbështetja e nacionalistëve në Republikën e Serbisë, ai përdor këto kartat nacionaliste të viteve të 90-ta dhe më herët, prandaj kjo është një retorikë e fushatës pa elektorale, por ne nuk duhet ta marrim me mirëbesim dhe të mbështetemi vetëm në guximin e tij për ta materializuar, por duhet të shfrytëzuar në aspektin diplomatik. Por ja që ne në vend që t'i shfrytëzojmë këto deklarata dhe të bëjmë agjendë botërore këtë çështje, sepse është çështje ndjeshme e furnizimit të një popullsie të madhe me ujë të pijes, sepse llogaritën tarmën shumë luftra mund të shkaktohen për shkak të ujit të pijshëm. Atëherë ne kërkojmë një çuditërisht kërkojmë një president që nuk ka kompetenca, një president që merret me shoqata, me organizata jo qeveritare, në vend që të ecim tutje dhe të institucionet dhe të përgjigjemi këtyre deklaratave dashakeqëse dhe të mirëmenduara mirë, me qëllimin e vetëm që të merr Vučići edhe një herë mbështetje të fitojë zgjedhjet, sepse po i lëkundet bëjë në këmbë në Serbi dhe kështu me radhë. Kështu është shoh, pra një deklaratë për ndryshin praktik është e pamundur të realizohet. E qartë, sa ka gjasa që pikërisht kjo deklaratë të shkaktoj pastaj tensione, sepse pam edhe sot grafitin ku shkruante kur ushtria të kthehet në Kosovë. Dhe grafitet të tilla me po këtë mbishkrim kemi parë edhe gjatë viteve të kaluara. Unë thash edhe më herët, do thotë kjo kemi të bëjmë një luftë hibride ose psikologjike,
duhet pasur kujdes, do thot në deklaratat e udhëheqësve tonë institucional në aspektin politik brenda në Kosovë, dhe nuk duhet krijuat ndonjë panik të qytetarët, për arsye se kjo është faza e parë kur fillon kjo, duhet përcillet të verifikohen gjanat, përcillen gjitha, të analizohen së bashku me faktorin ndërkombëtar të ndërlidhur me ta, për arsye se ne kemi pasur edhe vite vetë një shembull, vitet 90-ta, ku na ka qitë sistemi Milošević nga puna, mbi 90% popullatës shqiptare në Kosovë, kur edhe një udhëheqës yni kosovar, shqiptar, mjerisht në federatën atëherë ish Jugoslave, thotë vetëm këtë mënyrë ata mujnë mi kthy në sistemin e Serbisë Miloševićit, kur ata i lanë pa bukë. Do thotë deklaratat e tilla të shqiptarëve mjerisht të asaj kohe kanë bën që në një mënyrë se tjetër të mbesin mbi 90% largohen nga puna, mesin pa bukë, edhe pa mundësi me siguru bukën ata i kthehen prapë sistemit të tillë. Prandaj duhet pasur kujdes në deklaratat e tilla. Unë e bona një regresion këtu, me qëllim caktuar se deklaratat e tilla janë hibride, janë luftë psikologjike, duhet institucionet tona të kenë kujdes, mos binë pre e luftave të tilla hibride psikologjike të Miloševićit edhe të Vučićit, e cila është e njëjta politikë, e cila edhe ende do thotë të vitit 1985, atëherë kur është bisedu për këtë, me në lënë pa ujë, pa energji e tjera, vazhdon në 2026-ën. Po e përmend një faktorin ndërkombëtar, këtu desha të lidhem edhe me juve, Gurakoq. Konsideroni se duhet të reagoj faktorin ndërkombëtar për dy arsye. E para është se në deklaratën e Vučić thuhet se po ke shtrajtohen serbët cilët jetojnë në Kosovë, dhe pas asaj ai shton se ne do ndryshojmë rrjedhën e lumit Ibër, ta shohim më pas se çfarë do të bëjnë shqiptarët. Po, do të përmend një element. Çështja e Ujmanit. Është çështje, domethënë, që është trajtuar edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe kjo është konsideruesi në çështje e sigurisë rajonale. Kjo thuhet në raportin e Pacific Northwest National Laboratory Water Resource Opportunities at Lake Gazivoda. Domethënë bëhet fjalë për një raport i cili ka të bëjë me resurset dhe mundësitë që rrjedhin nga lumi Ujmanit. Dhe kjo çështje pra është çështje jashtëzakonisht jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, sepse edhe Departamenti i Shtetit Amerikan e ka parë. Tash Kosova duhet ta shfrytëzoj këtë element dhe të reagoj dhe të kërkoj një reagim të fuqishëm ndërkombëtar ndaj këtyre deklaratave që bëhen nga Serbia, për shkak se është çështje e sigurisë rajonale dhe vetë nga institucionet e fuqishme është konsideruar si e tillë. Por çka është edhe çështje tjetër, përveç se duhet të respektohen traktatet ndërkombëtare si ajo e UNECE, që ka të bëjë me mbrojtjen e përdorimit të rrjedhave ujore, atëherë duhet të ketë parasysh edhe çështjet që kanë të bëjnë me luftën hibride, që u përmendën edhe nga zotëria me detaje, sepse duke pasur parasysh që në vitet e ardhshme pritet do thotë që bota të ketë një problem të madh ujor, për shembull vitet 2030 të tutje, atëherë ky përbën një kërcënim të një niveli strategjik edhe me gjerë se Ballkani perëndimor, për shkak se mund të shkaktojë luftra të reja. Si deklaratë të tillë, ne duhet ta shohim nga perspektiva gjeopolitike, për shkak se për momentin Evropa e kemi parë që parashikueshmëritë e tyre për një gatishmëri në luftë totale janë vetëm viti 2029-2030, jo më herët. Ndërsa Serbia është ai faktori i cili mund ta kërcënojë eskalimin e çështjeve të tjera, duke qenë proksi i Rusisë. Dhe në këtë element, atëherë po e përdor si një lloj kërcënimi dhe si një lloj çështje destabilizimi për rajonin. Dhe Kosova duke i shfrytzuar këto elemente, ndoshta do të duhet ta bënte një reagim në bashkëpunim me ndërkombëtarët jashtëzakonisht të fuqishëm, por edhe të merr masat e sigurisë të brendshme, të cilat nuk është që ne duhet ta bëjmë një alarm tek masa, por që janë masa që duhet të merren në situata të tilla. Dhe cilat janë masat realisht që do duhet që ti merrni institucionet e Kosovës avokat, sepse kemi pasur një reagim sot nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Xhiu, e cila i ka konsideruar shumë serioze deklaratat e tilla dhe ka thënë se duhet të adresohen me partnerët ndërkombëtar. Po shiko, këto nuk janë vepra penale klasike që mund të fillojë një hetim dhe të nxjerren para përgjegjësisë penale apo të lëshohet fletër shtem ndërkombëtar. Duhet një veprim politik, diplomatik i koordinuar me partnerë ndërkombëtar
duke alarmu këtë çështje tek organizatat ndërkombëtare kompetente që rregullojnë, që merren, që kanë fushëveprimtari çështjen e rrjedhës së ujërave të ëmbla dhe më tepër, natyrisht edhe tek kancelaritë perëndimore, të cilat janë ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi, pra për ta përdorur këtë kartë dhe për t'ju treguar që ja ky është Vučići, ky është vullneti i tij për dialog. Pra, në vend që të shtyhet përpara marrëveshjet, mbi 30 marrëveshje të dakorduara mes Kosovës dhe Serbisë, ai shkon në një hap më tepër dëshiron që ta ndalë ujin për mbi miliona, po them, sepse nuk do të cënohej vetëm interesi qytetarëve të Kosovës me ndaljen e këtij uji. Por gjë që nuk mundohet praktik, por kjo tregon mentalitetin qeverisës dhe mentalitetin madje edhe qytetarë të Serbisë, sepse ne nuk po shohim kritika ndaj këtyre deklarimeve, qoftë të ministrës së Vučićit, qoftë vetë Vučićit, qoftë Dačićit, apo Vulinit që ishte në pozitën e shërbimit sekret me herët. Pra është një orkestrim dhe këto janë vërtet papranueshme, por duhet institucionet tonë, çka do duhet, ka shumë të bëjnë institucionet tonë. Fillimisht t'i thirrin mendjes dhe t'i krijojnë institucionet. Pra një president po kërcënon një popull me ndaljen e ujit, ndërsa ne ende në këto momente kërkojmë një president që s'ka kompetenca. Ja kemi shikon si institucione, prandaj duhet shumë të krijojnë institucione dhe t'ju përgjigjemi këtyre sfidave jetike për sigurinë kombëtare. Në anën tjetër, qëndrojmë edhe më tej tek Vučići, tek Beogradi, vetëm se kësaj radhe do diskutojmë mbi disa deklarata të cilat kanë shkaktuar shumë debat në opinionin publik, madje edhe reagime institucionale. Flasim këtu për deklaratën e presidentit ukrainas Zelenski, i cili tha edhe një herë i konfirmoi qëndrimet e Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë Kosovës, madje tha se qëndrimet e tilla nuk do të ndryshojnë. Në anën tjetër, komuna Prishtinës nuk vënoi me njëherë kryetari kësaj komune vendosi që të tërheqte banderolën e cili ishte vendosur në godinën e ikonike të kryeshtetit ku shkruhej Free Ukraina, duke zëvendësuar atë me të sjellim në shtëpitë çlirimtarët. Si keni parë të zhvillime, zotri Kuçi, dhe çfarë do të thotë pikërisht një deklaratë e tillë e Zelenskit në shtëpinë e Vučićit? Para se ta thoshte Zelenski, këtë deklarat një javë me heret e tha ambasadori i tyre në Serbi, edhe ambasadori i kaluar para 2 viteve ka thënë të njëjtën deklarat, dhe këto çështje do thotë kanë qenë në kontinuitet të njëjta, mirë po që ka pasur edhe deklaratat e tjera nga ambasador të ndryshëm, për shembull ambasadori i Ukrainës në Shqipëri ka thënë që është çështje kohe njohja e Kosovës, dhe fatkeqësisht ai shkarkohet një javë ditë para se të vijë presidenti Zelenski në Serbi, po ashtu është shkarkuar edhe ambasadorin e Kroaci dhe ambasadorin e Maltezi. Të tre këta ambasador kanë qenë pro njohjes së Kosovës dhe kanë dhënë deklarata pro njohjes së Kosovës dhe tashme nuk janë në postet e tyre dhe ardhja e Zelenskit këtu si duket të jetë një çështje e koordinuar dhe e bërë në një formë që për çfarë arsye mendon? Urdhëro? Për çfarë arsye? Mendon se është e koordinuar, sepse realisht po flasim për një Serbi e cila as nuk ka vendosur sa aksione kundrejt Rusisë. Nëse shikojmë në deklaratat publike dhe në ato që për çfarë arsye është organizuar, realisht është një takim i thatë. Por ka një plan ku synohet që nëpërmjet Arabisë Saudite, Serbisë dhe Ukrainës të prodhohen dronë. Dhe kjo mund të jetë arsyeja kryesore për çështje ushtarake që të ketë një takim të tillë. Ndërsa një arsye tjetër është sepse ka pasur një sistem të vazhdueshëm evropian për një vizitë të tillë, ku sipas kanaleve të ndryshme diplomatike që janë publikuar nga media ndërkombëtare, kjo ka qenë organizuar nga Bashkimi Evropian me qëllimin e largimit të Serbisë nga hemisfera ruse. Mirëpo të nesërmen... Mund të ketë sukses një gjë? Jo, absolutisht nuk mund të ketë sukses, sepse të nesërmen e ka mohuar vetë Vučići këtë çështje, ka thënë që nuk ka diçka që mund të na largojë neve nga kjo çështje. Pra mund të jetë gjithë kjo iniciativë edhe një graskë ruse, sepse rusët nuk janë të gatshëm që ta mbajnë me një Vučić 100% në hemisferën e tyre publikisht,
por realisht po, për shkak se është gabimi i Viktor Orbanit, ku ata e përkrahen publikisht edhe përfitimin e zgjedhjeve dhe një angazhim jashtëzakonshëm perëndimor evropian, arriti që Orbani të humbë zgjedhjet në Hungari. Dhe nëse e bën të njëjtën çështje prap, duke qenë në fushat elektorale dhe në afërsitë të zgjedhjeve në Serbi, atëherë mund ta humbë edhe Vučići. Dhe kjo mund të jetë ndoshta në formë të nënvetëdijshme edhe me lejen e Rusisë ky lloj takimi, paçka që mund të duket me çështjet të cilat kanë të bëjnë në formën për largimin e Serbisë. Por ne kemi parë deri më tani që asnjë angazhim perëndimor nuk e ka bërë Serbinë të largohet nga Rusia, për shkak se ata e shohin si formë jetike bashkëpunimin me Rusinë. Në qartë. Morina? Bisedat e Zelenskit me Vučićin nuk kanë përcaktuar ndonjë sulm direkt ndaj Kosovës, por vetëm është bisedu për mosnjohjen e saj. Unë mendoj se Serbia nëpërmes bisedës me Zelenskin, po, ka si qëllim forcimin e diplomacisë serbe edhe të qëndrojnë në dy shtyllat, edhe në aspektin e llagerit ta quaj rus, kinez e tjera, po edhe në aspektin e Bashkisë Evropiane. Do thotë që qëllim kryesor ka zhvillimin e diplomacisë së brendshme Serbia me bisedat e tilla. Prandaj Kosova duhet ta zhvillojë diplomacinë e vet, edhe të Ministrisë Punë të Jashtme, edhe diplomacinë e brendshme të vetën, ta zhvillojë në aspektin ndërkombëtar, të bëj çmos që të ngritet diplomacia kosovare në nivelin ndërkombëtar, mos të jetë vetëm në aspektin lokal, por ndërkombëtar. Edhe kjo është qëllimi kryesor. Gjithashtu Serbia ka si qëllim se nëntor ajo veç do ta rregullojë, do ta ketë një fabrikë të dronëve nga Izraeli, në bazë bisedës që Vučići që e ka cek. Unë mendoj se Serbia po mundohet të thithë të gjitha do thotë investimet të ndryshme edhe nga ky bloku rus knena, po edhe nga Bashkia Evropiane, do thotë në 2-3 mënyra po mundohet të forcohet edhe në aspektin diplomatik, po edhe në aspektin ekonomik, po edhe financiar. Prandaj diplomacia kosovare duhet të përcjellë gjanat e tilla edhe të ngrit nivelin e diplomacisë së tyre në nivelin evropian, po edhe botror, në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Shtetet e Bashkisë Evropiane. E qartë. Hoxha? Po, si thamë dhe parafolësit, një deklarat jo direkte kundër Kosovës, por natyrisht një vazhdim i politikës mosnjohëse nga ana e Ukrainës, e pa ndryshuar, për të thënë drejtën, që nga fillimi, sepse asnjëherë përveç një iniciative nga disa deputet Ukrainas për ta njohur Kosovën, madje kishte edhe një vizitë një deputeti në Parlamentin e Kosovës në kohën e fillimit të agresionit rus në Ukrainë. Pra nuk është që ka është kthy mbrapa një politikë, por ka vazhdu një konsistencë e këtij qëndrimi mosnjos ndaj Kosovës. Kjo nuk duhet si të themi, na dëshpëroj edhe të merremi vetëm me heqjen e flamujve dhe të mbështetjes që kishte para kësaj ishte e mundur Ukraina, sepse duhet natyrisht me një vend ku është sulmuar nga një agresor si që është Rusia, ndoshta do të ketë komunikime dhe ndërsa kombinime dhe shkëmbime të përvojave të ndërsjellta, siç edhe kishte nga veteranët e USHK-s për ta, por duhet që diplomacia të zgjohet dhe në vend të dëshpërimit ta ndërtojmë një rrugë të komunikimit me ata aktorë të cilët kanë reaguar edhe pas deklaratës së Zelenskit dhe kanë kritikuar, ka qenë lajm gjithandej Ukrainës në mediat kryesore kjo deklaratë dhe heqja e flamurit Ukrainës në Prishtinë, por edhe protesta në Tiranë. Prandaj duhet shfrytëzohet politikisht të mos ndalen përpjekjet e shfrytëzimit të kësaj situate, sepse në fund gjithçka është interes, diplomaci, politik. Prandaj edhe Zelenski është në Serbi, është për dronet, është për marrëveshjet me arabët, për marrëveshje me shtete tjera të cilat financojnë dhe si vend prodhues mund të jetë Serbia. Pra ajo është luft për dronet, prandaj edhe në këtë kontekst mund të jetë ajo deklarate e tij. Pra ne përveç politikisht dhe në aspektin diplomatik jemi të kufizuar ashtu të veprojmë. Zotri Hoxha, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e mesditës.
Ndërkaq për pak qaste e vazhdojmë bisedën në studio. Marina, si e shini dhe si e vlerësoni vendimin e komunës Prishtinës për ta larguar atë banderolën e vendosur në kryeqytet ku shënonte fri Ukraina? Sepse pyes kështu sepse më pas në mediat botërore, BBC, CNN dhe të tjera cilat pata rastin t'i shoh edhe vetë, nuk shënonte askund se Prishtina e largon, po shënonte se Kosova merr vendim që të largohet flamuri. Po, paraprakisht para se të flas për këtë, vetëm do të një informacion kështu lidhet shkurtër. Ardhja dhe të njohja 5 shtetër që nuk na kanë njoft, po dhe Ukrainës nuk është rrugë drejt vizore e shtrume me lule, por do të kem nga këto shtete edhe refuzimet njohjes, edhe format të ndryshme të deklarata politike e tjera, të cilat në një mënyrë ose tjetër, nëpërmes këtyre kundërthanjeve, vije drejt e ajo që e vërteta. Unë mendoj se ne vazhdimisht jemi gëzu, do të thotë me luftën heroike të Ukrainës, qëndrueshmërisë ndaj Rusisë e tjera, edhe është ndihmu materialisht nga Kosova, në kushtën çfarë ekzistojnë, edhe në aspektin diplomatik, edhe pse nuk na kanë njoft këta, gjithashtu na kemë pas edhe ushtrime, do të thotë nga ushtria jonë, trupave tyre, pastaj ndihma financiare edhe ndihma tjera, të cilat nuk kanë mungu nga Kosova, pastaj kemi strehu gazetarit, siç e dini ju, edhe refugjat nga Ukraina, për arsye se na në shpirtin tonë, në ndjenjat tona ka qenë vazhdimisht se edhe na kemi qenë në situatën çfarë janë ukrainasit atje. Unë mendoj se do të ketë forca të tilla në Ukrainë të mbrëmshme, veç disa deputet janë lajmëruar tani, i kemi atje do informacione që disa deputet janë distancu nga Zelenski. Unë mendoj se kjo është një frymë, po kjo është politikë e cila nuk është drejtvizore, nuk është e shtruar me lule, ka vështirësi, por diplomacia jonë, shteti Kosovës nuk duhet të bine lojnat të ndryshme të cilat mund të jenë pro-ruse ose pro-serbe. Prandaj duhet ta kem politiken tonë në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në koordinim me Shtetet më të mëdha të Bashkisë Evropiane, dhe format e tilla do të thotë politika nuk është sot kështu nesër ashtu. Politika është gjithëpërfshirëse. Edhe strategjia tërësishme e shteteve e tjera nuk është mbrana ditës, nuk është ditore, ajo është me vite të tëra. Me 40 vite e tjera kemi rast strategjitë të tillë të cilat në mënyrë graduale hap pas hapi realizohet. Prandaj nuk duhet të bim në ndikesat politikave të Serbisë dhe të Rusisë ditore, por duhet të jenë politika afatgjate të diplomacisë kosovare, e cila vazhdimisht duhet të koordinoj punët me ndërkombëtarët, të verifikoj gjanat, edhe në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me fakturën ndërkombëtare, të ketë një strategji afatgjate të zhvillueshmërisë, njohjes së këtyre 5 shteteve, po edhe të Ukrainës. Sa i përket hjekjes së flamurit në Prishtinë, ne kemi kryetarin e Prishtinës që është zgjedh me votën e lirë të qytetarëve të Prishtinës, prandaj është vendimi i tij, i cili ka marrë vendim, i cili si qëllim kryesor ka pas që ta mbrojë, do të thotë në aspekt shtetësinë e Kosovës e tjera, për arsye se është një frustrim i tërësishëm, për arsye se nuk e kemi prit një gjë të tillë nga Ukraina. Por çështjet politike ndryshojnë, rrethonat politike ndryshojnë. Prandaj ne nuk duhet zhvillojmë politikë ditore, por duhet një strategji e tërësishme politike, edhe të sigurisë, edhe të avancimit ekonomik, edhe të avancimit tjera, jo sot për nesër. E qartë. Kurakuq? Duhet të kemi parasysh se Kosova pra duhet të ndjek strategjinë e vetë e afatgjate. Shtetet ndërtojnë një strategji me 40-50 vjetë. Dhe duhet të kemi parasysh edhe një fjalor që përdoret në marrëdhënie ndërkombëtare dhe që gazetarët e mediave ndërkombëtare profesionisti i njohin këto terminologji të diplomacisë. Zakonisht kur i referohesh Prishtina zyrtare, nënkupton qeveria. Qeveria, po. Ndërsa kur i drejtohesh Kosova, kjo nënkupton do thotë Kosova si shtet, por nuk nënkupton si qeveri. Pra ata nuk i kanë drejtu qeverisë së Kosovës. Ju kanë drejtu Kosovës sepse ndoshta nuk e kanë pasur as vetë informacionin e plotë se kush e ka vu banerin ose kush e ka heq banerin.
dhe banere nuk duhet të lejohet të bëhet një çështje e rëndësishme për çështjen e Kosovës, sepse përmendëm më herët që Ukraina ka rujt vijen. Çka është në interesin e Kosovës është që sa më pak të infiltrohet në çështjet e Ukrainës, çështjet e Iranit, dhe çështjet e tilla të cilat dalin nga kompetencat tona, nga fuqia jonë dhe janë çështje të cilat na nuk kemi fuqi as të ndryshojmë, as të bëjmë diçka. Nëse mund të shfrytëzojmë mjete diplomatike të cilat janë në interes të Kosovës, është në rregull. Por Ukraina që në fillim ne është dashur të marrim dhe hapa pak me të matër dhe jo një përkrahje totale, si që kemi bërë, sepse nuk është e nevojshme për ne që të ngjallim me shumë reagime kundër Kosovës apo të nxitim për hir të Ukrainës të sulmohet Kosova. Sepse nuk na e ka kurkush borxh këtë, Kosova duhet të bëjë diplomaci shumë të ndjeshme në këtë çështje. E qartë, Kuqe, Morina, faleminderit shumë që ishit sot në studion e Mesditas. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën.